kur e mira të vjen andej nga nuk e pret. Ajo ishte një zonjë grua, nën e një vajze. I shoqi ishte nisur në një udhtim të gjatë për të siguruar jetesën e familjes së tij. Atë natë, voglushja e saj e vogël ishte sëmur rënd. Temperatura ishte e lartë, ndërkohë që ëma nuk dinte çfarë t'i bëj. Përveç se ishte natë, nuk ishte as para dhe as njeri tjetër që mund ta shoqëronte. Gjëja e vetme që bënte, përveç për kujdesjes për të bijën që dërgjej, ishin lotët që i rridhnin në fytyrën e saj të përvuajtur dhe lutjet e përgjërimet që Zoti ta ndihmojë në ato çaste delikate. Atë natë nuk kishin as ushqim për të ngrënë, e jo më të bëjë fjalë për ilaçe për dëbijen që vuante. Por, në orën 2 të natës, troket dera. Rendi me vrapë dhe pyeti pa e hapur. Kush është? Nga ana tjetër u dëgjua një zë burri. Jam doktori bashkë me infermieren. E hapi derën duke u dritur. Doktori bashkë me infermieren hyn brenda dhe pyeti. Ku është vajza e sëmur? Zonja e tregon shtratin ku dërgjej e bija. Doktori hapi çantën, e vizitoi vajzën e vogël, i bëri një injekcion dhe i dha disa tableta që do i përdorte më vonë. Pas i pritën pak derisa i ra temperatura vajzës, doktori dhe infermierja u ngritën të largohen. Zonja e shtëpisë i pyeti. Më falni, po kush ju njoftoi se ime bij është e sëmur? Doktori i tha, juve, a nuk na thatë se filan familje ka një vajzë të sëmur rënd dhe se e kishit të pamundur ta sillnit në spital? Zonja ju përgjigj, ne jemi familje tjetër, ajo për cilën thoni ju, jam qinjë tanë, një port më tutje. Doktori dhe infermierja kishin gabuar banesën.